Fillimisht faleminderit për interesimin. Sot Komuna e Prishtinës, Drejtoria e Pronës bashkëpunim me Drejtorinë e Inspeksionit është duke zbatuar vendimin për lirimin e pronës komunale, drejtësisë hapësirës publike, e cila ka qenë shfrytzuar prej personave të caktuar në formë jo legjistime, jo legale. Kjo pronë është hapësirë publike e destinuar për ndërtim të shkollës së muzikës apo liceut. Dhe ky aksion është duke shkuar në rregull, realisht nuk kemi kundërshtim prej shfrytëzuesve, e pjesën tjetër e vazhdojnë. Po gjithë hapësira që po rrethohet tash në varfërme është hapësirë pronë komunale, është një pjesë është pronë e AKP-s me cilën edhe ne kemi bo shtresat për shpronësim, edhe besoj që shumë shpejt e zgjedhim edhe atë çështje dhe pastaj fillon projekti për ndërtimin e shkollës së muzikës. Unë kam edhe një apel se ky aksion do të vazhdojë në kryeqytet, do të lirohen gjitha pronat që janë të shfrytzuar në mënyrë jo legale, jo legjitime. Unë i ftoj qytetarët që të bashkëpunojnë në këtë drejtim, sepse është interes i përgjithshëm që këto prona të kthehen qytetarëve dhe të zbatohen vendimet që shkojnë në interes të qytetarit.